Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me njoja e 7 shenjave për të kuptuar nëse ju jeni zgjuar shpirtërisht apo jo. Para se të filloj të shpjegoj 7 shenja, dua të tregoj të dini se çfarë kuptimi ka zgjimi i shpirtit. Zgjimi i shpirtit do të thotë me të vërtetë që shpirti juaj po nxjerr kujtimet shpirtërore për të cilën për ju ndjehen pra familjare, pra ndjehen si në shtëpi. Ndërkohë, është dhe tjetra që ndoshta një pjesë nga ju, duke mos qenë në gjendje për të kuptuar se çfarë ndodh me ju, ju mund të jeni, pra ndjeheni si të çrregullt, të pasigurt, për arsye sepse nuk i dini se çfarë po ndodh me ju. Dhe kjo është duke u njohur me këto 7 shenja, ju do të jeni në gjendje që të rriteni dhe të mos i rezistoni me qëllim që të manifestoni lehtësi në rrugëtimin e këtij ndryshimi për të cilën ju ndjeni në veten tuaj. Dhe sigurisht në këtë shekull të ri po ndodh pra që diçka tek çdo individ në çdo shtëpi po hyn drita e mençurisë së vërtetësisë së jetës dhe ajo mbi të gjitha është që ne si qenie njerëzore në këtë shekull të ri kemi hyrë ashtu sikurse në natyrë është në ciklin e ri të jetës, jemi dhe ne si qenie njerëzore për të cilin kemi një nivel të lartë, se jetojmë në një nivel më të lartë, ku shumë frekuenca të larta, të pastra që janë në shërbim të planit hyjnor, në shërbim të vërtetësisë së jetës, me të vërtetë për atë që ne jemi të krijuar dhe krijesa na ka dhiruar këtë mrekulli, pra tokën për të cilën jetojmë sot për sot, por që është e lidhur edhe me qiellin. Qielli është mençuria, qielli është çatia jonë, toka është shtëpia, është lullëzimi jonë. Pra në këtë rast, me qëllim që duke i kuptuar këto shenja, jo vetëm që ju do të kuptoni që ju vinë pra kujtime shpirtërore, por të kuptoni dhe tjetërën që të mos jeni, të mos jetoni, të mos manifestoni kaos në gjatë jetës tuaj, apo pasiguri, kjo ju bën që ju duke njohur këto të rriteni. E para, shenja e parë është që është shkëputja, që të gjithë pra ndoshta e ndjeni që nuk i përshtateni, pra jeni të shkëputur nga realiteti për të cilën jetojmë. Ndoshta e ndjeni që jemi të shkëputur nga njerëzit, pra që do të thotë edhe me njerëzit që ju kishit përpara, nuk doni, pra nuk kërkoni më që të flisni. Po kështu ju e kuptoni që ndjeheni ndryshe dhe kjo vjen për arsye sepse ne pra jemi të kondicionuar nga mënyra në lidhje me prindrit tanë, në lidhje me shoqërinë, në lidhje me sistemin, për të cilën ne ju përshtatëm jetës, pra si donte pra në këtë rast shoqëria, prindrit tanë, sistemi, dhe kjo për ne ishte mënyra, pra e morëm me vete dhe kjo për ne ishte ajo që quheshe mënyrë normale e jetës. Gjithsesi, kur ne zgjohemi, çfarë ndodh është që ky model, pra kjo sjellje, kjo jetë që quheshe normale, pra sepse është ajo që shpirti jon u bë i vetëdijshëm për diçka, pra diçka nuk shkon me ne, dhe kjo është që na shkëput nga realiteti apo nga njerëzit, është që shkëput këtë sjellje, këtë model, dhe kjo na bën ne, pra na fton ne që pra kuptoni që ne do të lidhemi me veten tonë për të zbuluar kush ne jemi në të vërtetë. Dhe kur ne jemi të shkëputur nga realiteti dhe nga njerëzit, ne nuk duam të flasim as edhe një bisedë të vogël, dhe që të gjithë ju e dini këtë. E vetmja gjë që të paktën si e kujtoj unë,
është ne vjen një moment që shpirti on kërkon ndihmë. Dhe ajo është jo vetëm edhe në kohën e zgjimit, por gjithsesi në këtë kohë ndihet shumë që njerëzit janë të lidhur o Zot më ndihmo. Pra del nga shpirti, pse? Ja po ja u them, që të gjithë ne si qenie njerëzore, Zotin e kemi në zemër. Dhe të kuptoni që të besosh në veten tuaj, do të thotë të kuptosh atë se çfarë ka ndodhur me ty. Për sa kohë ne nuk kuptojmë se çfarë ka ndodhur me ne dhe çfarë po ndodh, jo se çfarë ka ndodhur, po çfarë po ndodh në këtë moment tani. Kjo është që ne do të arrim në besimin tonë. Dhe ku ne arrim në besimin tonë, ku ne kuptojmë këtë, do të thotë që ne kemi që të gjithë në zemër, pra Zotin, apo univers, apo ëngjëj, mjeshtra, shpirtin tuaj, çado e kemi në zemër. Kjo është që ne, si qenie njerëzore, jemi të krijuar nga krijesa, me këtë trup multidimensional, jo vetëm me kocka me mish, por me këtë trup për të cilën funksionon me dy mekanizma, mekanizmi i mendjes që quhet energjia mashkullore dhe mekanizmi i shpirtit, pra në këtë rast i të gjitha organeve tona që quhet energjia femërore, dhe këto dy energji kur ju jeni, pra duke dëgjuar këtë video, ne do t'i sjellim në armoni, dhe jo vetëm këto dy energji në armoni, por për një pjesë nga ju për të cilën e ndjeni thirrjen e shpirtit tuaj, që doni të vazhdoni dhe të zbuloni me të vërtetë, jo vetëm kush jeni ju në të vërtetë, vetja juaj, por dhe çfarë shpirti kërkon në vizion larg pamës për të kontribuar në këtë botë, në këtë planet, ju do ta ndjeni që do të lidheni komplet me zemrën tuaj. Pra është jo vetëm me dy energjit, por edhe me zemrën tuaj, dhe kjo është ku ne bashkohemi me zemrën, quhet ndryshe flak binjake. E kemi që të gjithë, pra ne kemi ardhur në këtë tokë, që kur ardhëm, pra dolëm nga barku i nënës dhe u mishëruam në këtë tokë, ne kemi pra që të gjithë këtë flak binjake. Por gjatë jetës, sidomos për gjeneracën time, dhe ky është vizioni im larg pamës për të ndihmuar sadopak që të gjithë gjeneracën e brezeve të viteve 50, 60, 70, 80, 90, me qëllim që ne të lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben tani në këtë moment, sepse që të gjithë ju e ndjeni pra shenjën e parë që ju nuk jeni të shkëputur nga realiteti. Pra kjo është që ju shkëputeni sepse ky model për të cilën e kishim ndjekur, kishim marrë me vete sepse ishte jeta normale, edhe ishte jetë normale, si po jetohet, si po jetoni në çdo aspekt të jetës, pra kjo është që ne në këtë nuk pranojmë edhe biseda më të vogla. Dhe kush është? Në momentin që ne i dorëzojmë shpirtit, në momentin që ne bëjmë lutje, në momentin që ne jemi të lirë, rruga hapet. Dhe kush është? Është shenja e dytë. Fillon një shpejtësi që ne nga ajo momenti që çdo gjë pra u shkëput nga ne kemi një lloj shpejtësie. Pra çdo gjë fillon të ndryshoj tek ne. Dhe sigurisht mund të ndjeni gjëra të mira, mund të ndjeni gjëra jo të mira, mund të ndjeni gjëra të papërshtatshme, pra është procesi me dhimbje, entetash, pra çdo gjë ndodh, po ndodh me një shpejtësi, dhe kjo ka të bëjë me atë që ju keni po manifestoni, po e ndjeni që po manifestoni një ndryshim, dhe gjërat në jetën tuaj po lëvizin, po ndryshojnë shumë shpejt. Pyetja, si është e mundur, si është e mundur? Le të themi që ta kuptoni në këtë mënyrë. Në këtë moment, e zëm që ju jeni zgjuar para 6 muajsh. Dhe në këtë kohë ju ndjeni, pra që ndjeni që ka një ndryshim, ndjeni më mirë si ishit me atë shkëputjen tuaj. Tani kjo ju duket sikur ka kaluar 3-5 vjet, sigurisht pse ndodh kjo, sepse ne jemi lidhur me shpirtin, ne kemi një kërcim kuantik,
pra do të thotë që ne jemi lidhur me energjinë kozmike, pra ne jemi lidhur me energjinë e universit, ne jemi lidhur me shpirtin. Dhe në këtë rast, ndryshe mund ta kuptoni kështu që ne jemi të lidhur, ne jemi në këtë realitet për të cilën shpirti jon kalon çdo aspekt të jetës, pra aspektet e jetës, pra materiale, emocionale, fizike, shpirtërore, pra po kalojnë në një mënyrë paralel, pra në një kohë. Pra që do të thotë, ndjeni emocione, pra dhimbje për të cilën ju po pastrojni, pra ndjeni jo mirë dhe bom ditën tjetër mirë, herë vazhdoni, pra e ndjen, pra koeficienti i dritës në trupin tuaj po rritet, pra ne ndihmojmë dhe shpirti na sjell nga poshtë lart, pra ne e fillojmë që gjithçka tek ne po ecën në mënyrë të shpejtë. Pra e gjitha kjo ka të bëjë me atë që ne jemi duke vazhduar, pra ose fazat e shpirtit, se varet, dikush mund të jetë në fillim, dikush mund të jeni në proces ose dhe keni kaluar, por duke i ditur këto 7 shenja, ju vedijesojni dhe ju rriteni. Pra do të kuptoni që keni dhe një ndryshim të shpejtë. Ndërkohë është të kuptoni një shenjë tjetër është që ju do të ndjeni kaos, që do të thotë ju tani nuk e dini se kush ju jeni. Qa do të thotë është me të vërtetë ndoshta dikush nga ju që e ka kaluar mund të thotë, o Diana mos e thuaj këtë gjë, se me të vërtetë është momenti për të cilën ne humbasim veten tonë. Pra në kuptimin asaj është, pra nuk e dim kush jeni, por universi na izolon ne, jo se do të na bëjë ne që të kemi dhimbje, përkundrazi është ajo që ne do të arrijmë të lidhemi me veten tonë të re. Pra ne do të bëhemi tani vetja jonë e re, ashtu si shpirti jon na drejton, dhe në këtë rast çdo gjë ju e ndjeni që është shkatruar tek ju, pra çdo gjë është shkatruar. Për shembull, le të themi në lidhje me ju jeni në lidhje me punën tuaj. Pra ju ndjeni që ka ndodhur diçka në lidhje me situatën tuaj, pra nuk është mirë, po kështu ndoshta diçka me punëdhënësin tuaj, me atë që ju ka marrë në punë të tjera, apo me shoqërinë, me kolegët, pra ndjehet që diçka nuk shkon mirë, nuk është si më parë. Po kështu në lidhje me marrëdhëniet tuaja, çfarë do lloj marrëdhënie? Pra në këtë rast e lëm marrëdhënie që romantike për të cilën mund të kesh jetuar gjatë, përsëri ndjehet që diçka nuk shkon mirë. Ose me familjen tuaj, apo me shoqërinë, shoqe çfarë ju keni, ashtu sikurse edhe me sëmundjen tuaj. Gjithsesi të kuptoni që kur ju ndodheni në këtë moment kështu, ka të bëjë me atë që është një shkatërrim dhe çdo gjë do të pastrohet, pra ne çdo gjë do të pastrohet dhe ne do të ndërtojmë veten tonë të re. Pra mos ju vi çudi që nëse ndjeni pra që jeni si të hutuar, pra nuk e dini se kush jeni, gjithsesi atë pasapi ju ndihmojeni dhe ju I dini tani format e shpirtërorit, pra çfarë do të bëni në lidhje me meditimet, janë të formave të ndryshme, dalja në natyrë, ndoshta në mbrëmje shkruani çfarë si e kaluat ditën, si u ndjet, tjera çfarë ju sjell shpirti në moment, ose kur dilni nga meditimi, çfarë ndjet, ku ndjet, në çfarë pjesë të trupit. Tjetër, jeni falenderues për atë që jetoni akoma, që gdhiheni në mëngjes, mundësi zgjoni para se sigurisht kur ju ndiqni shpirtin, ju zgjoheni kur jeni në proces, edhe gjumi nuk e keni të mirë, po gjithsesi të kuptoni një gjë që ju jeni në energji dhe energjia ju ndihmon ju. Dhe kjo është duke ndjekur pra daljen në natyrë, meditimin, me shkrim, muzikë, frymëmarrjen, lëvizje të trupit, yoga apo lutjet tuaj, afirmimet nga më të ndryshme, këto ju ndihmojnë pak. Asgjë të bëni me mendje, se duhet, në asnjë mënyrë. Ju do t'i bëni sepse ju drejton shpirti.
Pra në momentin që ju i drejton shpirti për ta bërë bëje, a do të rish, ri, por ju lutem, kur e ndjen që shpirti të drejton, ndiqe, sepse në qoftë se ju luteni, në qoftë se ju kërkoni dhe e bëni me dëshirë, edhe ju ndihmojeni, pra në këtë rast, ju tregova që është shpejtësia, sepse jemi në epokën e mrekullisë, ku ju ndihmojeni nga frekuencat e larta që kanë zbritur në tokë, por dhe nga frekuencat jashtëtoksore, pra nga mençuria e mësimeve me shekuj, pra të shpirtit, për të cilën ne mësojmë dhe lidhemi me shpirtin tonë dhe krijojmë, pra në këtë rast, në këtë izolim që nga bën universi, edhe pse ndihet kaos, përsëri të kuptoni që ne do të arrijmë në pastrimin tonë dhe në rritjen tonë, hapasapri në veten tonë të re. Tjetër është ne gjatë rrugëtimit shenja tjetër ne do të marrim shenja që na përsëriten shpesh. Pra në këtë rast sinkronizime janë nga më të ndryshme, ndoshta për shembull e zëm, ti ke planifikuar të shkosh në pushim dhe bum të del në një tabelë vendi ku do të shkosh ose të tash, pra është ajo ose të del në ëndër e të tash. Po kështu në lidhje mund të merrni telefona të shpeshta nga një person ju del shpesh, bravo, që të gjithë jeni unik, ose telefoni, një numër i njëjtë ju bie vazhdimisht, ose tjetër në lidhje me sinkronizimet, për shembull në targat e makinave, në fatura, në orë, në telefonin tuaj, pra kudo në çdo aspekt. Dhe kjo jini të vëmendshëm, pra kjo kërkohet, kjo ju vjen në çdo kohë dhe jo vetëm këto, por edhe në lidhje me gjërat që shihni në natyrë, shpendë, kafsh, pendë, ylberi, në qell, në tokë, hyje, çdo lloj gjëje, çdo lloj që shihni, jeni të vëmendshëm edhe atë që ndjeni, ashtu si ju ndjeni, çfarë ndjeve në atë moment, ku ishe, çfarë kishe në mendje, pra çfarë jeni të vëmendshëm dhe kjo ju bën, këto janë që ju rrisin ju, pra mos i refuzoni, në qoftë se nuk i dini si ju keni video, ju jeni këtu e tjera, gjithsesi të kuptoni që ju jepet mundësia që duke ndjekur këto ju të vazhdoni hapasapi të rrisni energjinë tuaj. Pra në çdo nivel që të jeni, në momentin që ju lidheni me shpirtin tuaj, pra e keni qetësuar mendjen, ju jeni të vëmendshëm edhe në meditim, ku e ndjeni në brendësi të trupit, çfarë ndjeve, ku e ndjeve, ose ku del, çfarë të solli mendja, apo çfarë pe, ku e pe, mbajni shënim, ndërkohë meni dhe apo dhe në ëndër, çdo që të jenë, mos i refuzoni, sepse ja mundësia që duke qenë të vëmendshëm, ju jep. Pra planoni, falenderoni që i patë, e morët përgjigjen me qëllim që të ecni përpara, pra të jepet mundësia të vazhdoni përpara. Vetëm një gjë të dini, edhe mund të merrni informacione qofse nuk jeni të qartë, bëj pyetje, pse e pash këtë numër për shembull, ose pse më doli kjo tabelë ose më tash, ose çfarë ndjeve në trup, pra jini të vëmendshëm, edhe kjo është që ju rriteni. Ndërkohë është shenja tjetër që ju mund të ndjeni është thirrja. Duke qenë se keni bërë një punë të mrekullueshme, dikush ju e ndjeni që diçka në brendësinë tuaj thërret. Pra ju doni të jeni diku, ju doni të bëni diçka, por ju nuk dini se si. Dhe është e vërtet, vetëm një gjë sepse nuk mund ta jepni më shpjegimin me mendje. Por ju e keni me intuitën tuaj, sepse intuita juaj po rriten. Këto janë sinkronizimet për të cilën ju i merrni tani që ne të rritemi, pra na rritet energjia dhe këto na ndihmojnë ne duke njohur, pra duke qenë të vëmendshëm, duke ndjerë se çfarë ne ndjejmë, duke i planuar që janë për të mirën tonë, sepse kur ju i merrni, ju të falenderoni, do të tregoj që ju jeni në rrugën të drejtë. Prandaj planojeni këtë mrekulli dhe kjo ka të bëjë me atë që
ju e ndjeni pra që doni të bëni diçka dhe në këtë rast ju lutem, ajo që do t'ju kërkoj është që nëse ju vjen kjo thirrje dhe ju nuk e dini se si, ju duleni në veten tuaj mbasi të keni qetësuar veten, vini duart në zemër, të rrisni zemrën tuaj apo angjëjt tuaj apo Zotin tuaj, çfarë doni që të rrisni në e tjera edhe pyete pra në këtë rast çfarë do të doj zemra ime, po ju ndihmoj, çfarë do të doj zemra ime që unë të bëj, çfarë dëshironi që unë të bëj, a mund të më ndihmoni se çfarë është kjo shenjë që shpirti im thërret. Pra duke i bërë këto, ju nuk jeni vetëm duke ndihmuar dhe pra ndihmojeni dhe në këtë rast, edhe nëse nuk vjen në moment diçka, jeni të vëmendshëm përsërite këtë gjë dhe t'jeni të sigurt që mund t'ju vinë në brendësi të trupit tuaj, çfarë mund të ndjeni, është në zemër, është në pjesë të trupit, në zorrët tuaj, është për shembull në zorrët tuaj, nëse vjen diçka do të thotë që aty është talenti, është dhuntia e fëmijërisë tonë të ershme. Pra në qoftë se ti e ndjen këtë thirrje edhe mund t'jesh në proces, ndoshta ke akoma për të bërë, për të liruar fëmijërinë tuaj, pra për të lënë çdo gjë që nuk të shërben dhe sidomos varësitë, zakonet që nuk ju shërbejnë, që nuk vetë tuaja që i keni krijuar vetë, sekretet që kemi, që të gjithë mbajmë sekrete, sepse ka qenë frika që po t'i tregoje do të ndodhë kjo, ju e dini tashmë që është iluzion. Gjithsesi që të gjitha këto është duke pyetur zemrën tuaj, të jeni të sigurt që ju do të merrni mrekulli dhe planojeni këto gjëra dhe kjo është ju do të rriteni shumë shpejt. Sa më shumë ju të hapni zemrën, sa më shumë ju të pyesni zemrën, aq më shumë mrekullitë tuaja do ju ndjekin. Tjetër shenja tjetër, duke qenë se zemra juaj pra diçka ndjek edhe ju vazhdoni, ju do të arrini të kuptoni, pra në këtë rast që tregova dhe me fëmijërinë tuaj të brendshëm, ju do të arrini të kuptoni që ju keni qenë dikur, keni qenë pra si jeni. Dhe kjo ka të bëjë me atë që ju jeni lidhur me veten tuaj. Gjithsesi këto është shpirti juaj ju sjell kujtimet dhe në këtë rast bëhet fjalë që ju jeni filluar, pra jeni me të vërtetë në pastrimin tuaj komplet, pra shpirti juaj po ju nxjerr kujtimet me qëllim që të mësoni nga gjërat që nuk ju shërbejnë më, që të mos i përsërisni dhe ndërkohë të mirat, pra të lidheni me, kur lironi zorët e barkut fëmijërinë tuaj, aty është dhuntia, është ajo që ju keni pas qef në fëmijëri dhe në këtë rast ju e dini kush keni qenë. Kjo është çfarë ndodh në këtë rast, kur ju lironi fëmijërinë tuaj, pra e dini se kush keni qenë, pra ju e kuptoni tani që kush ishit dhe pse ishit bërë ashtu, sepse ishte ai kondicionimi që ishte në nivel të ulët, jo se prindrit donin ne që të na detyronin ne, pra na bënin ne keq, në asnjë mënyrë ata ashtu e dinin, por kujdes se ka edhe prindë që kanë qenë më të ju kanë keq trajtuar më tash, pra edhe ata nga roli viktim, sepse kanë parë tek prindrit e tyre, pra i kanë marrë me vete, apo në shoqëri nëse keni pas prindër të mirë, pra ju i mësoni këto gjëra që ne kemi qenë të kushtëzuar nga kultura, nga besimet, nga bagazhet e vjetra, pra ne i kemi situash i kemi pastruar dhe ne arritëm pra të kuptojmë se kush ne, pra kush ishim dhe tani kuptojmë që jemi në veten tonë. Pra kjo është kur ju vinë kujtimet e shpirtit, shënim, kujdes. Kujtimet e shpirtit vinë edhe në procesin kur ju zgjojeni, por atëre janë akoma ju çuditeni nga ju vinë këto, pra nuk keni ide, nuk i keni, pra ju do të ndihmojeni që këto të pastrohen, pra të pastrohen dhe pastaj do të vi ai momenti që ju do të jeni të zbrazur, ndërsa tani është momenti që ju jeni rritur, pra ju keni bërë një punë të mrekullueshme me shpirtin tuaj, pra jeni lidhur me veten tuaj, dhe kjo është që keni sjell pak a shumë ose jeni duke i sjell në harmoni gjithçka, mendjen, pra energjinë
mendje, shpirt, ashtu si kurse emocionalisht apo edhe fizikisht, po gjithsesi, kjo ka të bëjë me atë që të kuptoni që kujtimet e shpirtit, pra jemi në një rritje ose në një zhvillim më të lartë të fazave të zgjimit dhe në këtë rast është numri 6. Dhe numri 7 është ju ndjeni dhimbje koke, pra ju po rriteni. Që do të thotë ju po rriteni me veten tuaj të lartë, zemra juaj po hapet, ju jo vetëm që doni veten tuaj, por ju po vazhdoni tani të kërkoni vërtetësinë e vetes tuaj, pra shpirti juaj po sjell kujtime dhe në këtë rast kur ju jeni me të vërtetë keni e kuptoni tani, keni një qartësi, keni një kuptim, keni një stabilitet pra në veten tuaj dhe keni një vetëdije me atë përvojën që keni kaluar ose me çfarë po kaloni, do të thotë që syri juaj i mendjes po hapet dhe në këtë rast ndjehet pra një presion ndoshta në shikimin e syve apo edhe në brendësi të trurit tuaj sikur pulson. Gjithsesi, të gjitha këto janë që ju do ta kuptoni në këtë moment, sidomos kur ju jeni që keni bërë një punë me veten tuaj, pra po vazhdoni të lidheni me zemrën tuaj, me veten tuaj, duke pastruar çdo gjë që ju keni krijuar vetë, jo nga shoqëria, se ju e dinit kush ishit, pse ishin të kondicionuar, por tani kërkoni të vërtetën e vetes tuaj, kush ju jeni në të vërtetë dhe se çfarë ju do të vazhdoni, gjithsesi pra me shpirtin tuaj, atë që shpirti juaj ju drejton, ju nuk jeni vetëm, ju i dini këto gjëra tani, është që ju keni një energji të lartë. Pra ju ndjeni që jeni në veten tuaj të lartë. Tjetër është që ju me një sinkronizime, sidomos edhe numrin 777 ose pra jo vetëm numrat, po çdo gjë të kësaj natyre, zhurmë, tinguj në vesh, zhurmë, ëndra reale e të tjera, pra të gjitha këto shenja, të gjitha këto sinkronizime ju i vazhdoni, ju i merrni. Sigurisht një moment edhe do t'ju shkëputen, por vetëm atyre, këto do të shkëputen vetëm atyre kur me të vërtet ose ju nuk i ndihni më, sepse keni arritur pra ndjeni atë që të gjithë jeni unik dhe e dini, ose edhe tjetra është ju nuk i merrni më sepse e keni arritur qëllimin tuaj. Dhe në këtë rast, gjithsesi të kuptoni një gjë, shpirti jeton dhe shpirti kërkon rritje, zhvillim. Kur ju e vazhdoni hap pas hapi atë që shpirti juaj kërkon dhe e ndjeni, ju nuk jeni vetëm, ju jeni të lidhur dhe ju kur nuk do të jeni vetëm. Asnjëherë nuk do të jemi vetëm, por është mënyra sepse një pjesë nga njerëzit për të cilën zgjohen dhe bëjnë një punë të mrekullueshëm e lën, domethënë e bie në zonë të reaktis dhe kjo është jo se do shkëputeni nga shpirti, kjo nuk ndodh sepse ju jeni lidhur, por nuk do të arrihet ajo që me të vërtetë shpirti juaj ju solli dhe një gjë do t'ju them, kujtoni çfarë kaluat dhe ku erdhat. Prandaj, hap pas hapi, vazhdoni me shpirtin tuaj, sepse shpirti ju drejton, dhe jeni të vëmendshëm me mendjen tuaj, sepse ne jemi një lloj si gjithë të tjerët, vetëm një përjashtim është, ku ne vazhdojmë ndjekim shpirtin dhe jetojmë në momentin prezencë, pra edhe pse jetojmë në këtë realitet, edhe pse ka pengesa rrugës, edhe do ketë se jeta është e paparashikueshme, ku ne jemi me shpirtin ton, ne dim t'i zgjidhim këto mrekulli. Pra do të thotë jeni të vëmendshëm, pastroni energjinë gjithmonë, pra si e kaluat ditën, falendero për atë që je duke kaluar çdo ditë dhe kjo është që të mbani energjinë, pra të qëndroj energjia në lëvizje, mos e bllokoni energjinë. Pra kur them bllokoni, edhe njerëzit, edhe ne para se të zgjoheshim, energjia nuk është se na bllokohet komplet, se ndryshe ne nuk do të jetonim. Por është ajo që ju keni bërë një punë të mrekullueshme, ndiqeni shpirtin, hap pas hapi çdo ditë,
duke ndjekur bukurinë e higjienës së shpirtit, ashtu si higjienën e trupit, është dhe kjo. Pra, për të gjithë ju që jeni të lidhur me shpirtin dhe që ju djeg shpirti, ju ftoj, ju lutem, ju ftoj që të ndiqni mësimet e shpirtit, dhe në qoftë se do shpirti pushim, t'i jepni pushim, por të jeni të sigurt, shpirti është në rritje, është në zhvillim, sepse çdo ditë ne jetojmë me shpirtin, çdo ditë ne jemi të rrethuar, dhe edhe pse je i kënaqur, edhe pse mund të ndjesh, pra se dëgjon diçka, tek ne nuk ndikon ku ne jemi në veten tonë, por gjithsesi këshilla është ndiqni, sigurisht nëse ju ndiqni shpirtin, ju nuk shkëputeni nga natyra, ju nuk shkëputeni të shihni çdo gjë të bukur që jeton përreth jush edhe kudo. Pra çdo gjë ekziston dhe kur ju ndiqni shpirtin, ju ndjeni dëmshurinë, ndjeni dashurinë pa kushte, ndjeni që do të bëni diçka, qoftë dhe një pjatë gjellë të komshiu, pra më e thjeshta. Gjithsesi, këto janë pak a shumë shenja që do ju ndihmojnë ju me qëllim që a jeni në fillim të procesit, a jeni në proces, a jeni që e keni arritur, të jeni të sigurt që kjo ju bën që ju të kuptoni me të vërtet që procesi të lehtësohet, dhe kjo është bukuria e zgjimit në këtë kohë. Që të gjithë ne jeni ftuar të zgjohemi, sepse zgjimi ka të bëjë që na lidh me veten tonë, ne me veten tonë, për të arritur që të pastrohemi mendërisht, me fjalët që përdorim, me mendjen, me mendimet, me sjelljet, me varësitë, me zakonet, me çdo gjë që ne nuk na shërben, dhe ti kthejmë këto, sepse transformojnë, janë energji, transformojnë, ne jemi alkimist, dhe këtë e bën zgjimi i shpirtit, për të cilën të kuptoni që është një mrekulli, dhe bekojni këtë rrugë për të cilën ju jeni këtu ku jeni sot. Ju jeni, ndihmojeni, dhe sigurisht me mua mirupafshim deri në videon tjetër. Faleminderit.